Një zonë që dikur shërbente për aktivitet buqësor, sot është ndëruar në një grumbull të madh mbetjesh të çdo lloji. Bëhet fjalë për hapësirën pranë ish serave në qytetin e Vlorës, e cila përballet me një situatë alarmante për shkak të depozitimit të pakontrolluar të mbetjeve urbane, inerte dhe materialeve të tjera ndotëse. Sipas vëzhgimit në terren, kjo zonë po mbushet me ritme të shpejta, duke u kthyer në një pikë informale grumbullimi mbetjesh. Përveç ndotjes vizuale, problem mbetet edhe rreziku për mjedisin dhe shëndetin e banorëve përreth, të cilët jetojnë pranë një vatre që çdo ditë po zjerohet. Një nga faktorët kryesor që kanë ndikuar në këtë situatë është mungesa e infrastrukturës bazë. Zona në fjalë nuk ka rrugë të mirëfillta hyrëse, çka e bën të vështirë aksesin për shërbimet publike, por njëkohësisht e ka kthyer atë në një hapësirë të përshtatshme për hedhje të palishme mbetjesh. Po ashtu mungesa e koshave dhe kontenierëve për mbeturinat ka detyruar banorët e zonës që të hedhin mbetjet në këtë hapësirë të hapur. Megjithatë, situata rëndohet edhe më tej nga aktiviteti i subjekteve private. Në këtë zonë raportohen të depozitohen mbetje edhe nga automjetet të firmave të ndërtimit, të cilat hedhin inerte, si dhe nga bizneset që tregtojnë elektroshtëpiake, duke shkarkuar mbetje të ndryshme jashtë çdo standardi ligjor. Kjo ka kthyer zonën në një pikë të mirëfillt ilegale për grumbullimin e mbetjeve në qytet. Banorët shprehen të shqetësuar për përkeqësimin e vazhdueshëm të situatës, duke kërkuar ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet përgjegjëse. Ata theksojnë se përveç ndotjes, rritet edhe rreziku për përhapjen e sëmundjeve dhe ndotjen e tokës dhe ajrit. Në këto kushte kërkohet reagim i shpejt nga Bashkia e Vlorës dhe strukturat e policisë bashkiake, të cilat duhet të ndërhyjnë për të ndaluar këtë fenomen. Vendosja e kontenierëve, përmirësimi i infrastrukturës rrugore dhe ushtrimi i kontrolleve të vazhdueshme për të ndëshkuar shkelësit janë disa nga masat e domosdoshme për të frenuar degradimin e mëtejshëm të kësaj zone. Nëse nuk merren masa konkrete, rrezikohet që kjo hapësirë të kthehet në një problem mjedisor për qytetin dhe në veçanti për këtë zonë.